Nuk e di a jeni ju dakord me këtë propozim që bën kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kur thot se pas këtyre zgjedhjeve ai pretendon që ka tjetërsim vote dhe ka fakte për këtë, po ai bën një propozim si ky. Dëgjojeni pak. Ka vetëm një zgjidhja është emergjente, krijimi një qeverie teknike, zhvillimi i zgjedhjeve të reja, shqiptarët votojnë të lirë. Kjo është qëndrimi ynë. Pra i propozon që të ketë një qeveri teknike dhe zgjedhjet të përsëritën të ketë i pas zgjedhjet parakoshme ku njerëzit të votojnë të lirë dhe të pandikuar dhe rezultati të jetë i pandikuar. Tani, shiko, e drejta çdo opozite në planet, në gjithë botën, është të bëj opozitë, të shikoj problematikën që i ka shoqëruar zgjedhjet në përgjithësi. Këta e bëjnë shumë opozita në përbot, është normale për një opozit, sepse ne na duket sikur hama çka kërkon ky, po patjetër që do kërkoj. Dhe nëse kanë fakte, pse jo, të paraqiten faktet për tjetërsim vote, për tjetërsim rezultati dhe patjetër, pse jo, po duhet patjetër që dalin faktet që t'i mbushet mendja njerëzve. Unë besoj që opozita për sa kohë del dhe flet i ka ca fakte. Megjithatë nuk e di a jemi ne gati për të përballuar edhe i palë zgjedhje tjera, a jeni ju dakord që opozita pasi të ketë paraqit faktet të kërkoj një qeveri teknike, dhe a jeni ju dakord që nëse faktet qëndrojnë të përsëritën zgjedhjet, të ketë qeveri teknike me cilën ne të përsërisim dhe një herë procesin zgjedhor? Pra, pyetja është krejt e thjeshtë. A mundemi neve të rrim të qetë dhe të besojmë ose të shikojmë a ka fakte mjaftueshëm që të çojnë në përsëritjen e zgjedhjeve? Pra, a ka opozita të drejtë? Se shiko, opozita do bëj punën e saj. Në këtë formë do ta bëj punën e saj. Por a ka apo s'ka të drejtë, pastaj është një bisedë krejt tjetër sepse duhen parë faktet. Megjithatë, zgjedhjet kanë mbaruar, votat janë numëruar, dikush ka fituar, dikush ka humbur, secili ka të drejtë pretendoj atë që do të pretendoj, pastaj ngelet tek faktet dhe pastaj tek vullneti i popullit.